po rekomandojnë që mirë do t'jetë në vitet e para të jetës që bebi vogël të flej në një krevat me nënën. Sidomos, dhe kjo merë për mua do me thënje shumë të madhe, nëse nëna ushqen me gji. Ajo që quhet brisk sleeping, pra nëse nëna ushqen me gji, duhet ta ketë fëmijën aty në krevatin e vet. Kjo deri vonë ka qenë e rrezikshme dhe ka përfunduar në rezultate fatale fëmija. Atëhere, jo, ka disa studime të më vonshme, bas 2013 dhe mund të ndoshta më pas mund të them një numër shumë të madh studimesh, të cilët në fakt panë që nënat që bënin brisk sleeping, pra ushqejnë me gji dhe mbajnë beben e tyre në krevat, aty afër vetes së tyre, ka në fakt një rrezik më të reduktuar, pra më të ulur për SIDS. Pra është e kundërta dhe ndodhe kundërta. Unë raportoj ato që thonë evidenca. Të zëgjumi, do me thënë. Nuk të zëgjumi. Mund të ndodhe dhe kjo. Jo, nuk të zëgjumi.